Negociatat mes Ukrainës dhe Rusisë kanë përfundimin e luftës kanë hyrë në ditën e dytë në Abu Dhabi në një proces të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara që synon afrimin e palëve drejt një kompromisi të mundshëm. Raundi i parë i takimeve u përshkrua si pozitiv dhe produktiv, duke krijuar pritshmëri për hapa konkret në vijim. I dërguari i presidentit rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, deklaroi se është shënuar për parim dhe se bisedimet i kanë marrë një drejtim konstruktiv. Sipas tij po punohet paralelisht dhe për rivendosjen e marrëdhënieve mes Moskës dhe Washingtonit, përfshirë krijimin e një grupi të përbashkët pune dhe për çështje ekonomike. Dmitriev shtoi se përpjekjet e disa vendeve europiane për të ndikuar në proces nuk e kanë penguar ecurinë e negociatave, duke theksuar se ka një lëvizje pozitive përpara. Në të njëjtën linjë u shpreh dhe kryenegociatori i Ukrainës Rustem Umerov, i cili tha se diskutimet kanë qenë kuptimplota dhe të fokusuara në hapat praktik. Ai njoftoi se dita e dytë do të vijojë me të njëjtë informatë si më parë përmes konsultimeve trepalshe, diskutimeve në grupe të veçanta dhe koordinimit të përbashkët të qëndrimeve. Administrata e Donald Trump ka shtuar presion diplomatik mbi të dyja palët për të arritur një marrëveshje. Megjithatë, diferencat mbeten të thella. Zyrtarët ukrainas theksojnë se ky raund është i ndjeshëm nga të mëparshmit, pasi delegacioni rus përfshin edhe përfaqësues ushtarak, çka shihet si një sinjal për diskutime më konkrete mbi terren. Ndërkohë, pengesat kryesore vazhdojnë të jenë kërkesat e Moskës që Ukraina të dorëzojë territorin në lindjen e Donetskut, si dhe statusi i termocentralit bërthamor të Zaporizhzhas, objekti më i madh i këtij lloji në Europë, që aktualisht ndodhet nën kontrollin rus. Këto çështje konsiderohen vendimtare për çdo marrëveshje të mundshme paqeje dhe të mbetet pika më e vështirë e negociatave. Procesi diplomatik në Abu Dhabi është si një tjetër përpjekje për të zbutur konfliktin që prej 4 vitesh ka shkaktuar mijëra viktima dhe pasoja të rënda humanitare e ekonomike, ndërsa komuniteti ndërkombëtar pret nëse këto bisedime do të mund të çojnë në fund drejt një arpushimi të qëndrueshëm.